Nektari Gjumas. Prezanton Fondacioni Kur'anit. Gjumaja, dita më e bukur e javës. Gjumaja, simboli unitetit të muslimanëve. Gjumaja, koha e të shkuarit më pranë Allahut. Gjumaja, lulishte me lule të shumta e të ndryshme, me të cilat zbukurohet shpirti. Eja një çdo të gjuma të shëtisim me kopshtin e mbushur me dije dhe të mbledhim bashkë nektarin e luleve të saj e të kënaqemi me to. Çdo ditë të gjuma jemi me ju nëpërmjet emisionit Nektari Gjumas. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të gjithëmëshirshmit, mëshirëplotit. Përshëndetje të dashur shikues dhe dëgjues të nderuar të radio televizionit online Drita e Kuranit. Falënderimet dhe lavdërimet tona dedikojmë Allahut të madhëruar, atij i cili është një dhe i vetëm. As ka lindur kënd, as nuk është i lindur prej kujt, dhe as kush në gjithësi nuk është i barabartë me Allahun. Paqja, bekimet dhe mëshira e Allahut qoftë mbi mëshirën e botëve, mbi profetin Muhammed, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë pasuesit të rrugës së tij deri ditën e fundit. Paqja, bekimet dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të gjithë të dërguarit e tij që qoftë i lavdëruar. Shikues dhe dëgjues të nderuar, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur të Islamit, përshëndetjen e banorëve të xhennetit. Esselamu aleikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, begatia dhe mëshira e Allahut qoftë mbi ju. Ju uroj mirëseardhjen sot në Nektari i Gjumas, ku do ta hapim me çështja e njësimit, ka gjurmë të rëndësishme në të gjitha fushat e jetës së njeriut. Çështja e njësimit apo teuhidit dhe politeizmit, shirkut, nuk është thjesht çështje doktrinale apo mendësie, ashtu siç e pandehin disa. Në të vërtetë, çështja e njësimit ka gjurmë të rëndësishme në të gjitha fushat e jetës. Gjurmët e këtij besimi patjetër i shikon të fiksuara në të gjitha kthesat e anët e jetës. Kur njësimi, besimi i plotë se Allahu është Zoti i një dhe i vetën, hyn në zemër, ky besim e gjallëron zemrën dhe mbjell në të elementet e udhëzimit në rrugën e drejtë, elementet e plotësimit, sepse njësimi zgjeron horizontin e shikimit të mendimit të njeriut në atë mënyrë që e bën atë të lidhur me absolutin, Zotin një e të vetëm. Kurse politeizmi, ose thënë ndryshe shirku, është plotësisht e kundërta. Politeizmi e bën njeriun të jetojë në qerthullin e një jete të kufizuar, qenien e tij e përplas sa andej këndej, dhe përrrjedhoi mendimi, konceptet, fuqia dhe puna e njeriut mbyllet në rrethin e atyre dimensioneve të ngushta e kontradiktore. Këtë fakt, ajetet e Kuranit Kerim e kanë përshkruar me imtësi dhe kanë mbledhur një shembull të kapshëm për mendjet, ku thonë, në të vërtetë politeisti është Mehmet. Praktika e tij tregon mos orientim të mendimit të tij dhe se ai e ka humbur logjikën e shëndosh. Si rezultati i koncepteve të tij doktrinale të gabuara, adhuruesi i idhujve gjithmonë do të ecë në rrugën e humbjes dhe kur nuk do të gjejë mirësi ngado që të drejtohet. Sa distancë të madhe ka mes këtij ndjekësi adhuruesit të mitëve, me horizont të ngushtë, robi mitëve i pafuqishëm, me njeriun e lirë e trim, i cili jo vetëm që ndjek rrugën e drejtësisë, por u bën thirrje të gjithë njerëzve për drejtësi. Individi që zotëron mendim logjik dhe që është në harmoni me sistemin e besimit në Allahun Zotin një dhe të vetëm, me këtë sistem sundues të të gjitha krijesat, është gjithmonë në rrugën e drejtë. Është kjo ecje e tij në këtë rrugë që do ta çojë atë sa më shpejt e sa më afër synimit që i ka dhënë vetës. Me pak fjalë, njësimi dhe adhurimi i idhujve nuk janë vetëm punë besimi, por është një sistem i plot për të gjithë jetën. Është një program i gjerë që përfshin mendimin, moralin dhe ndjenjat e njeriut.
Shikues dhe dëgjues të nderuar, kemi mbritur tashmë tek rubrika e leximit të Kuranit Kerim, ku sot jam dalur tek sura Zuhruf dhe kam përzgjedhur ajetet 78 për ta mbyllur me ajetin 89, i cili është ajeti i fundit i kësaj sureje. Ju uroj dëgjim dhe shikim të këndshëm së bashku. Me emrin e Allahut, të gjithëmëshirshmit, mëshirëplotit. Tashmë ne ju kemi sjellë të vërtetën, por shumica prej jush e urren të vërtetën. Nëse ata kur disin kurthe, edhe ne do t'u ngrejmë kurthe. Vallë, a mos kujtojnë ata se ne nuk i dëgjojmë fjalët e tyre tinëzare dhe bisedat e tyre të fsheta? Padyshim, ne dëgjojmë, ndërsa të dërguarit tan engjëj që janë pranë tyre shënojnë. Thuaju o Muhammed, sikur i gjithëmëshirshmi të kishte birë, unë do të isha e pari që do ta adhuroja atë. Qoftë i lartësuar Zoti i qeve dhe i tokës, Zoti i fronit, nga ajo çfarë atribojnë atij. Lëri ata të flasin marrëzi dhe le të argëtohen derisa të takojnë ditën që u është premtuar. Ai është i vetmi Zot i vërtet në qiell dhe i vetmi Zot i vërtet në tokë. Ai është i urtë dhe i gjithdijshëm. Qoftë i lartësuar ai në lavdi, të cilit i përket pushteti i qiejve dhe i tokës dhe gjithçka që gjendet mes tyre. Vetëm ai ka dijenin mbi orën e Kiametit dhe tek ai do të ktheheni. Ata që u adhuruan në vend të Allahut nuk do të mund të ndërmjetësojnë për askënd, përveç atyre që dëshmuan për të vërtetën dhe që dinë mirë se s'ka Zot tjetër të vërtet veç Allahut. Nëse i pyet ata se kush i ka krijuar, me siguri që ata do të thonë Allahu. Atëherë, përse largoheni prej tij? I dërguari thot: O Zoti im, ky është një popull që nuk beson. Largohu prej tyre o Muhammed dhe thuaju: paqe, ata së shpejti do ta dinë. Shikues dhe dëgjues të nderuar, ky ishte përkthimi i ajeteve të surës Zuhruf, e nisëm me ajetin 78 dhe e mbyllim me ajetin 89 të kësaj sureje. Në këto momente kemi mbritur tek tema e ditës për sot në Nektari i Xumas, ku sot do të sjell temën mos i te i kaloni kufit e vënë nga Allahu. Në trajtimin e temës së sotme do të sjellim dy tematika, të cilat e kanë bazën në komentimin e ajeteve 87 deri tek ajeti 89 të surës El Maide. Në pjesën e parë do të flasim rreth tematikës mos i te i kaloni kufit e vënë nga Allahu, dhe në pjesën e dytë do të vijojmë me temën betimi dhe shpagimi i tij. Për ta bërë më të kuptueshme trajtimin e temës sonë, do ta nisim me një ngjarje që ka ndodhur në kohën e profetit Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij. Pra, vijojmë me në temën e parë, mos i te i kaloni kufit e vënë nga Allahu. Tregohet se një ditë i dërguari i Allahut, profeti Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, po tregonte disa gjëra që do të ndodhin në ditën e gjykimit dhe po shpjegonte gjendjen e njerëzve përpara tij dhe përpara atij gjykimit të madh të Allahut. Zemrat e njerëzve dridheshin dhe disa filluan të qanin. Ky ndikim i bëri disa nga ndjekësit të dërguarit të Allahut, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, që t'i linin kënaqësitë e kësaj bote dhe të distancoheshin për adhurim. Imam Aliu u betua që natën do të flinte një pjesë të vogël të saj, e më pas ta kalonte atë në adhurim. Bilali u betua që do të agjeronte çdo ditë. Uthman ibn Medhun u betua që të mos i afroj gruas së vet dhe të veçohej për adhurim. Një ditë, bashkëshortja e Uthman ibn Medhun, që ka qenë një grua shumë e bukur, shkoi tek Aisha, bashkëshortja e profetit Muhammed, e cila u habit nga gjendja e saj dhe i tha: "Përse të shoh kaq të parajullt?" Ajo ju përgjigj: "Për kjo të zbukurohem. Betohem në Allahun se bashkëshorti im ka kohë që nuk më është afruar. Ajo është bërë prift, ka veshur petkë të rëndomt dhe është bërë zahid pra asket në këtë jetë.
Për këtë u lajmërua i dërguari i Allahut, profeti Muhammed, i cili shkoi tek ata dhe i lajmëroi se kjo është në kundërshtim me sunetin e tij dhe tha: ai i cili kundërshton sunetin tim nuk është prej meje. Pastaj profeti i nderuar grumbulloi njerëzit dhe u mbajti një fjalim ku tha: si është puna e njerëzve që kanë bërë të ndaluar fjetjen me gratë, ushqimin, gjërat e mira që i ka lejuar Allahu i lartësuar, gjumin dhe kënaqësitë të kësaj bote. Unë nuk ju kam urdhëruar që të bëni priftërin një murgjë, nuk është prej fesime që të lëm mishin dhe gratë të veçohemi vetëm në vend adhurimi. Në të vërtetë turizmi i umetit tim është agjërimi dhe murgëria e tij është xhihadi. Adhurojeni Allahun e lartësuar dhe mos i shoqëroni atij asgjë e askënd, kryeni haxhin dhe umrën, falni namazin, jepni zakatin, agjëroni muajin e Ramazanit, bëni drejtësi, qëndroni në rrugë të drejtë që ai t'ju forcojë në këtë rrugë. Sigurisht, janë shkatëruar ata që kanë qenë para jush për shkak të vështirësisë dhe të ashpërsisë. Ata shpërsuan vetat e tyre dhe Allahu u avështirësoi atyre. Ata që u betuan se do t'i braktisnin këto gjëra thanë: o i dërguari i Allahut, ne jemi betuar për këto gjëra, çfarë të bëjmë? Për këtë ngjarje tregohet se kanë zbritur ajetet 87-89 të surës Maide, duke ju përgjigjur atyre. Por ka edhe transmetime të tjera që tregojnë për shkakun e zbritjes së këtyre ajeteve dhe një ndër to është edhe ky që ne sapo përmendëm. Sikurse përmendëm në fillim, shikues dhe dëgjues të nderuar, trajtimi i temës sonë do të vijojë pikërisht në komentimin e këtyre ajeteve. Allahu i madhëruar thot në Kur'an: Bismillahirrahmanirrahim. O ju që keni besuar, mos e ndaloni vetës gjërat e mira, të cilat Allahu ju ka lejuar dhe mos e kaloni kufirin. Vërtet Allahu nuk i do ata që ka përcejnë kufirin. Hani nga ato gjërat të lejuara të mira që ju ka dhënë Allahu. Frikësojeni Allahut, të cilit ju e keni besuar. Allahu nuk ju ndeshkon për betimin që e bëni pa qëllim, por ju ndeshkon për betimin e bërë me qëllim. Larja e gjunahut për thyrjen e betimit është ushqyrja e 10 të varfërve me mesataren e ushqimit të familjes suaj, ose t'i vishni ata, ose të lëroni një skllav. Ai që nuk gjen mundësi për këto, le ta agjeroj 3 ditë. Kjo është shlyrja për thyrjen e betimeve tuaja, nëse betoheni, mbani betimet tuaja. Kështu ju a shpjegon Allahu fjalët e ligjit e veta që të jeni mirënjohës. Janë ajetet e surës Maide nga ajeti 87 deri tek ajeti 89. Sikurse vihet re në ajetin e parë të këtyre ajeteve dhe në ajetet në vijim, ka një mori rregullas të rëndësishme islame. Disa janë legjitimuar për herë të parë dhe disa të tjerë kanë ardhur për përforcim dhe sqarim për rregullat e mëparshëm që kanë ardhur në ajetet të tjera të Kuranit Kerim. Dhe kjo sure, pra surja Maide, ka zbritur nga fundi i jetës së të dërguarit të Allahut, profetit Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij. Për këtë ishte i domosdoshëm përforcimi i rregullave të ndryshme islame. Ajeti i parë tregon që për veprën që bën muslimanët duke ndaluar disa mirësi të Allahut, Allahu i lartësuar u ka ndaluar atyre këtë vepër duke thënë: o ju që keni besuar, mos e ndaloni vetes gjërat e mira të cilat Allahu ju ka lejuar. Përmendja e këtij rregulli, duke marrë në konsiderat edhe shkakun e zbritjes, mund të jetë treguese nëse në ajetet e mëparshme gjendet diçka prej falëndërimit për një grup dietarësh të krishterë për shkak të solidarizimit të tyre ndaj drejtësisë dhe të së vërtetës. Islami ndalon murgërinë dhe braktisjen e kësaj jete, sikurse bëjnë të krishterët. Në ajetin 27 të surës El Hadid, Allahu i lartësuar thot sa për murgërinë ne nuk u adhuruam atë, por ata e shpikën vetë. Pastaj, për ta përforcuar këtë çështje, ajeti ndalon tejkalimin e kufive, sepse Allahu nuk i do ata që e bëjnë këtë. Dhe ajeti thot: dhe mos e kaloni kufirin. Vërtet Allahu nuk i do ata që e ka përcejnë kufirin. Ajeti në vazhdim përforcon një çështje tjetër ku thot: hani nga ato gjëra të lejuara të mira
që ja ka dhënë Allahu. Pra, këtu ka urdhër për të përfituar nga mirësitë e Allahut. Kushti i vetëm për këtë është drejtësia, balancimi dhe devotshmëria kur i gëzon këto mirësi. Allahu i lartësuar thot: frikësojeni Allahut, të cilit ju i keni besuar. Këtë të thotë se besimi juaj në Allahun ju detyron të respektoni urdhat e tij në kënaqësi e drejtësi, në ekuilibër e frikë. Është edhe një alternativë tjetër për komentimin e këtij ajeti që është: urdhri për t'ju frikësuar Allahut do të thotë se ndalimi të lejuarve nuk bashkohet me gradat e devotshmërisë së përsosur, sepse devotshmëria e detyron njeriu që të mos e tejkalojë kufirin e balancimit në të gjitha çështjet. Shikues të dëgjues të nderuar, ishte pjesa e parë e temës sonë për sot. Do të shkëputemi për pak sekonda së bashku për të vijuar sërish me temën mos i kaloni kufit e vënë nga Allahu, dhe do të vim me pjesën e dytë të kësaj teme. Qëndroni me ne në Nektari i Xumas. Jemi duke folur rreth temës mos i tejkaloni kufit e vënë nga Allahu. Kemi mbritur tek në tema e dytë e kësaj teme dhe jemi pikërisht tek betimi dhe shpagimi i tij. Sikur se tha më parë te Kurani ajete e surës Maidetit 87 deri tek ajeti 89, dhe jemi tek ajeti i cili trajton betimin, kur njeriu betohet në rastin e ndalimit të të lejuarve e në raste të tjera të përgjithshme. Për këtë mund të themi se betimi ndahet në dy grupe. I pari, betimi pa qëllim, për të cilin Allahu i lartësuar thot: Allahu nuk ju ndeshkon për betimin që e bëni pa qëllim. Në komentimin e ajetit 225 të surës El Bekare, i cili trajton tematikën e mosndëshkimit ndaj betimit të paqëllimt, është thënë se kuptimi i betimit të paqëllimt, siç kanë thënë komentuesit dhe juristët islam, është betimi që nuk ka qëllim të caktuar dhe bëhet me pa vetëdije dhe pa vullnet nga njeriu kur thot wallah billah, ose jo wallahi, jo billahi, ose betim kur është një gjendje mërzie, hidhërimi apo nervozizmi që bëhet pa vetëdije. Disa thonë, nëse njeriu është i sigurt për një çështje dhe betohet e më pas i qartësohet se ai ka gabuar për këtë gjë, betimi i tij gjithashtu konsiderohet si betimi pa qëllimt. Për shembull, nëse dikush është i sigurt për tradhtinë e bashkëshortës së tij nga thashëthemet dhe fjalët e disa njerëzve dhe betohet për t'u divorcuar nga ajo, e pastaj qartësohet se çfarë ka dëgjuar për bashkëshortën e tij është gënjeshtër dhe trillim, në të vërtetë ky lloj betimi nuk merret në konsiderat. Ne e dimë se në shtesë të qëllimit dhe vendosmërisë në betimin e vërtet, duhet që përmbajtja e betimit të mos jetë përbuzëse e as haram e ndaluar. Nëse dikush betohet për të bërë një vepër të ndaluar ose të urryer, me të vërtetë betimi i tij nuk ka vlerë dhe nuk është i detyrueshëm që të zbatojë. Ka mundësi që kuptimi i fjalës el legu që ka ardhur në këtë ajet të ketë shumë kuptime, ku mund të përfshijë edhe këtë lloj betimi. I dyti, betimi me qëllim dhe me vullnet, të cilin personi e bën me vetëdije të plot. Ky lloj betimi është ai për të cilin Allahu i madhëruar ndeshkon nëse njeriu nuk e mban premtimin e zbatimit të tij. Ajeti thot: por ju ndeshkon për betimin e bërë me qëllim. Kështu që betimi me qëllim që përmendet në këtë ajet do të thotë zbatimi çdo betimi që bëhet me vullnet, vendosmëri dhe seriozitet. Është pakundërshtueshme se vetëm vendosmëria në betim nuk mjafton në saktësinë e betimit, por patjetër duhet edhe vërtetësia e përmbajtjes së tij. Sikurse e tham, duhet që të jetë në çështje të lejuara, ndryshe betimi në të tjerë përveç Allahut nuk ka vlerë. Kur një njeri betohet në Allahun se do të bëj vepra të pëlqyera ose së paku vepra të lejuara, është detyrim që të zbatojë betimin e tij. Nëse nuk e bën, duhet që të shlyejë shpagimin. Shpagimi i betimit, siç ka ardhur në këtë ajet, është një nga këto 3 gjëra. E para, thënia e Allahut të lartësuar. Larja e gjunahut për thyerjen e betimit është ushqyerja e 10 të varfërve. Me qëllim që ky rregull të mos merret si rregull i përgjithshëm, ku të përfshijë të gjitha ushqimet të mira të këqija,
ka ardhur shpjegimi i llojit të ushqimit, i cili nuk duhet të jetë më i pakët se sa mesatarja e ushqimit që ushqen pjesëtarët e një familje të zakonshme, ku Allahu i lartësuar thot me mesataren e ushqimit të familjes suaj. Në dukje, ajeti tregon për një lloj mesatarje ushqimi, por mundet që të tregoj për sasinë dhe cilësinë. Nuk është nevoja që të thuhet se kufiri mesatar në cilësi apo në sasi ndryshon me ndryshimin e vendeve e kohëve. E dyta, fjala e Allahut të lartësuar ose ti vishni ata, është e natyrshme se kjo ka kuptimin e rrobave që mbulohet trupi sipas zakonit. Për këtë kanë ardhur disa transmetime islame që kanë qartësuar qëllimin me veshjen si për burrat ashtu edhe për gratë. Ndërsa për sa i përket cilësisë, është i mjaftueshëm kufiri më i ulët apo duhet të ruhet kufiri mesatarës? Për këtë çështje, komentuesit kanë dy mendime. Mendimi i parë, çdo veshje është mjaftueshme nëse merret ajeti në kuptimin e tij të përgjithshëm, dhe mendimi i dytë, meqense ruhet kufiri mesatarës në dhënien e ushqimit, patjetër që duhet të ruhet ky kufi edhe në veshje. Kalojmë tek pika e tretë, thënia e Allahut të lartësuar ose të lironi një skllav. Në mesin e juristëve islam ka një mendim të veçantë për fjalën skllav se vallë. A kushtëzohet në të besimi dhe islami apo jo? Shpjegimi i këtij mendimi ndodhet në librat e jurisprudencës islame, edhe nëse ajeti në dukje ka kuptimin e përgjithshëm. Kjo tregon se Islami ndërmjetëson në rrugë forma të ndryshme për t'i dhënë lirinë sklavit. Ndërsa në kohët e sotme, ku duket se nuk ekziston skllavëria, është detyrim i muslimanëve që të zgjedhin njërin nga këto dy shpagime, të ushqyrit ose të veshurit e nevojtarit. Nuk ka dyshim se këto tri matematika janë të ndryshme për nga vlera e tyre. Ndoshta, qëllimi i këtij ndryshimi është liria e njeriut për të zgjedhur llojin e shpagimit që i përshtatet mundësisë së tij materiale, por mund të gjenden njerëz të cilët nuk i kanë këto mundësi. Për këtë, pasi i ka shpjeguar ato rregulla, Allahu i gjithditur thot: ai që nuk gjen mundësi për këto, le ta agjërojë 3 ditë. Pra, agjërimi i 3 ditëve është detyrim për ata që nuk janë në gjendje të shlyen 3 shpagimet e mëparshme. Pastaj, Allahu përforcon dhe thot: kjo është shlyerja për thyrjen e betimeve tuaja nëse betoheni. Mirë po, me qëllim që askush të mos mendojë se me shlyerjen e shpagimit i lejohet personit që të kthehet nga betimi i vërtet që ai është betuar se Allahu i lartësuar thot: mbani betimet tuaja, thënë ndryshe, zbatimi i betimit është detyrim i domosdoshëm dhe mos zbatimi i tij është ndaluar haram. Shpagimi kryhet kur nuk zbatohet betimi. Në mbyllje të këtyre ajeteve, Kurani i Kerim na qartëson se këto ajete ushtjellojnë juve rregulla të cilat përmbajnë kënaqësinë e individit dhe të shoqërisë dhe siguria e tyre që ta falënderoni Allahun e lartësuar për këtë gjë ku ai thot: kështu ju a shpjegon Allahu fjalët dhe ligjet e veta që të jeni mirënjohës. Shikues dhe dëgjues të nderuar, kemi mbritur në fund të emisionit Tektari i Xumas për ditën e sotme. Elusim Allahun e madhruar të na bëjë prej zbatuesve të ligjeve dhe të rregullave të tij. Falenderojmë pafund të gjithë bashkëpunëtorët tanë, Zoti i shpërbleft me mirësi. Falenderojmë të gjithë juve që na ndiqni në programin Tektari i Xumas. Zoti ju shpërbleft me mirësi dhe inshallah përfitojmë të gjithë së bashku nga fjala e Zotit të madhruar, Kurani i Kerim, që ato ne përcjellim në këto emisione. Por pafundësisht falenderojmë Allahun madhruar pas se ti përkasin lavdrimet dhe falendrimet më të bukura. Në të ditë të xhuma, lutë Allahu të na pranojë lutjet tona, adhurimet tona, duat tona, na bëj për atyre që punojnë punë dhe vepra të mira, të na largojë nga çdo gjë e keqe, ta ruajë vendin ton nga gjërat e liga dhe nga keqtrajtimi i njerëzve në familjet e tyre apo edhe në shoqëritë e tyre, pasi gjithkush mban përgjegjësi për atë që bën, qofshin për atyre që bëjnë punë dhe vepra të mira. Duke ju lënë në shoqërinë e atit të cili fton për namazin e xumas, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur të Islamit, përshëndetjen e paqes, duke dashur vetëm paqe, mirësi dhe dashuri për ju dhe të gjithë të afërmit tuaj. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, begatia dhe mëshira e Allahut qoftë mbi ju. أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة
الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. O ju që besuat, kur bëhet thirrja për namaz, ditën e xumas, esni shpejt për aty ku përmendet Allahu, dëgjojini hutbën, falni namazin, e lini shitblerjen. Kjo është shumë më e dobishme për ju nëse jeni që e dini. أشهد أن